Gjykimet janë ma ndryshe, bravo. Urna? Gjykimet janë ma ndryshe atër, është Po, realisht. sepse kur ti je më i pjekur në lidhje edhe disa gjana shihen ma ndryshe dhe diskutohen ma ndryshe. Unë mendoj që edhe vështirëson lidhjen pak a shumë sepse në qoftë se vetëm nona e ka këto për detyrë dhe prindi vetëm punon, mashkull po mendoj, atëherë natyrisht që gruaja ka me konë pak a shumë në një farë nervëditore, edhe ngarkese. Depresive ajo si çështje. Patjetër, kështu që fillon diskutimi edhe bëhet ndoshta më i nxehtë se sa para se me qenë prind. Mirë po në qoftë se edhe bashkëshorti mashkull po edhe domethënë gruaja e gjen një gjuhë përbashkët edhe është i përfshirë në familje, mbi të gjitha. Jo vetëm si baba, i përfshin familjen, me fëmijët, në shtëpi, atëherë nuk besoj që kalon deri te mbyllja e derës. Mendimi jam. Pajtona plotësisht, unë nëse një herë kisha mendu me u nda para se me pas fëmijën, tash mendoj një 11 herë. Mirë, po nuk është edhe nuk është sepse edhe nuk është më fokusi partneri, është edhe fëmia, edhe jeta e fëmisë, edhe zgjedhja e asaj që vjen. Ama nuk jam në mendimin që duhet me përvish shumë edhe mu bë kurbani fëmijëve për shkak të tyre, sepse nëse është puna deri aty, ma mirë besoj që fëmijët rritin më të shëndetshëm. Jo, në thash me mendu, unë thash me mendu se për kurban s'ka nevojë për kur gjë, kërkosh më bë, se tek e fundit jeta është më e gjatë se sa një vjet martesë, 10 vjet martesë. Kam përshkrimit tënd edhe të shumicës. Sepse shumica, ndoshta e folëm edhe me Arinitën këto, shumica sepse edhe Astriti tha që fokusi pasaj nuk është te partneri, apo është tek fëmijët më